Kem dhe një intervistë me Geraldo Durdo në këto momente. Geraldo, përshëndetje. Përshëndetje Nartil. Geraldo, 18 vite ju po thuaj se keni ndjekur hap pas hapi çdo proces gjyqësor, një drejtësi e vonuar ende. Një drejtësi e vonuar dhe një drejtësi e munguar, e cila ende vazhdoi të mungoj për familjarët e viktimave të Gërdecit, por 18 vite ne nuk jemi dorëzuar dhe nuk kemi ndërmend të dorëzohemi derisa drejtësia të flasë, derisa fajtorët të ndëshkohen për ata që ne dashurit tanë që u bën jetën. Kush janë përgjegjësit kryesor të tragjedisë së Gërdecit, Geraldo? Shiko, ka i proces gjyqësor në GKK që është duke u zhvilluar, ku mjaft fakte interesante kanë dalë. Deri te tabulate telefonike që është folur me djalin e ish kryeministrit, deri te tabulatet që ish ministri i mbrojtjes sa asaj kohe merrte ekspertën në telefon për të thënë që duhet çoni akoma dhe më shumë municion. Këto janë në proces verbalet e gjyqit që po zhvillohet në GKK. Kështu që praktikisht fajtorët po dalin në një proces të zvarritur prej 18 vitesh, por që më në fund po gjykohet. Nuk e dim nëse do dalin fajtorë në fund nga gjykata apo jo, po disa sekuenca gjyqësore po e nxjerrin atë puzzle-in e plot të procesit të Gërdecit. Pra, në gjyqin që po mbahet në GKK aktualisht për ish ministrin Mediu kanë dalë dhe tabulate dhe emri i djalit të ish kryeministrit Berisha. Patjetër, është thirrur edhe si dëshmitar, nuk e dim nëse ajo dëshmi ka qenë e plot apo jo, do shifet nëse nga ana e familjarëve mund të rithirret sërish si dëshmitar, por kjo ngelet si pjesë e një procesi që është i stërziatur dhe do vazhdojë të jetë po i tillë. Ka dhe një fraksion për hetimin e dosjes Gërdeci. Konkretisht, keni informacione qoftë zyrtare, ndoshta jo, por informacione në rrugë jo zyrtare se konkretisht çfarë po hetohet në këtë fraksion? Jo, informacione në mënyrë jo zyrtare nuk kemi, por di të them që ky fraksion është krijuar pas kërkesës së depozituar në SPAK nga familja Durda, ku sigurisht do shifet në vimësi nëse ne mund të jemi pjesë e atij procesi nga ana juridike. Se duhet ta them, edhe në këtë gjyq që është duke u zhvilluar në GKK, janë dashur 3 vendime gjykatash që ne të marrim pjesë, dhe ajo që e ka vënë vulën ka qenë vendimi i Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, që na dha plotësisht të drejtë. Jesi Geraldo, në atë fraksion, pra të dosjes Gërdeci, konkretisht aty bëhet fjalë për zgjerim të hetimeve, ku përfshihet, duke qenë se është marrë në pyetje edhe djali ish kryeministrit apo edhe persona të tjerë? Nuk kam ndjeni nëse djali ish kryeministrit është marrë në pyetje në lidhje me atë fraksion, por po është e vërtetë që ka një zgjerim të veprave penale që është duke u hetuar tragjedia e Gërdecit. Shpresoj që të shkojë edhe te djali ish kryeministrit nëse ai ka qenë fajtor. Ndërkohë që ka pasur edhe një reagim nga ana e ish ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, i cili e lidh gjyqin në GKK ndaj tij si një gjyq politik. Keni një reagim? Shiko, i vetmi person që ka përfituar politikisht nga tragjedia e Gërdecit është pikërisht Fatmir Mediu, i cili me anë të Gërdecit gjithmonë bëhet pjesë e listave të mbyllura të Partisë Demokratike. Nuk dua ta diskutoj më këtë temë, është çështje politike apo jo. Është fakt. Janë vrarë 26 veta, janë shkatruar 300 shtëpi, biznese, një fshat u holl në erë dhe më flitet për politik, po nuk dua ta pranoj fare as si pyetje. Lutem. Geraldo, sa vjeç do ishe sot vlla juaj? Vlla im ka qenë 7 vjeç kur u mbi jetën. 7 vjeç. Pas 18 viteve i bie 25. Ndërkohë që përveç vllait tuaj edhe një fëmijë tjetër mos gaboj u mbi jetën? Flavio Deliu, që ka humbur jetën, po ka dhe fëmijë tjerë që kanë ngelur të plagosur, të gjumtuar nga shpërthimet e predhave.
Geraldo, faleminderit. Faleminderit ty. Ishim me Geraldo Durdën, djalin e Zamira dhe Feruzan Durda, i cili humbi vllajën në tragedinë e Gërdecit. Sot, siç u shpreh Geraldi, vllai i tij Edison Durda do të ishte 25 vjeç.